If you desire, you can become one of our bunch. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire wings. With a smile you can enchant and lighten up our world. With a feeling we can take flight. Watch us. If you desire, you can become one of our bunch. With a magic ray, the sky is all blazing. An adventure is certain to start in the stars. When I'm cloudborn, I'll fly through time and space. I color my existence with my imagination. With my flight in heaven. Wings, if your hand is warm in mine, it'll give us greater power. With a feeling we'll be sure fire wings. With a new kids on the block, with each other's clearest plans. With a feeling we can take flight. Watch us wings, you magical wings, and you run through the stars. A powerful light ray under the sign of the wings. Flora e kaloi për mrekulli prodhimin e saj, ndërkohë që Stella po merret me përgatitjet për konkursin e Miss Magic. Rivalja e saj kryesore është Lucy Shtriga, të cilën e ndihmoi magjia e triksave. Stella po bën më të mirën për të përballuar këtë situatë. Në fund të gjithë marrin një mësim. Kështu, për sa do të qëndrosh në shtëpi? Sa ditë pushim të ka dhënë shkolla? Një javë. S'qën ka shumë. E di, po më mirë se asnjë ditë. Ekonomia shtëpiake s'është lënda jote e preferuar, apo jo? No, nuk do të mësoj kur. Je përmirësuar muajt e fundit. Kështu mendon ti? Po, është shumë e sigurt. O mami, mos më vjen gjëra djegësir? Oh, sot, çfarë të merri? Jo, mami, ma lër mua në dorë. Oh, kujdes. Mos u shqetëso, unë e di se çfarë bëj. Je mrekullueshme. Unë thjesht shpëtova kuzhinën tonë. Mund të mos jesh kuzhiniere mirë, por fuqitë tua janë të shkëlqyera. Alfea nuk ka orë mësimore për punët e shtëpisë, por ama është shkollë shumë e mirë për Zana. Na? Hey, vogël Luciana. Përshëndetje, babi. Kemi Blum. Oh, ç'kemi? Shihemi në mbrëmje. Po, ditë të mbar. Mirë. Shiko kush pas ka ardhur. Mici, kam ardhur me pushime. Me pushime? Nga ke ardhur? Nga shkolla pra? Më duhet të shkoj. Hey, përse me ka shëndzitim? Në fakt, të gjithë në klasë pyesin përse ike. Unë thjesht u largova nga shkolla, kjo është. Përse? Mos vallë shkolla e Gardenia si ishte e vështirë për ty. Ku të kanë çuar prindërit? Në ndonjë shkollë për persona me zhvillim të vonë? E di gabim, është një shkollë për vajza të veçanta. Ha, s'të besoj. Po ky është problem për ty, Mici. Mirupafshim. Kanë kaluar muaj dhe Mici nuk ka ndryshuar as pak. Por unë ndihem ndryshe. Alfea më ka ndryshuar. Asgjë nuk do të jetë më si më parë. Hey, prit një sekond. Ai vuri atje. Arri të shikoj aureolën e tij. E pabesueshme. Aureola tregon natyrën e vërtetë të njerëzve. Dua ta provoj sërish këtë gjë. Hey, ti, çfarë po shikon aty? A nuk e di që është e pa edukatë të shikosh Oh, njerëzit? më vjen keq. Nuk e dija që e kisha këtë aftësi. Nuk e bëja dot një gjë të tillë në Alfea, por këtu është diçka tjetër. Wow!
Mirë, atëherë, si që lam, do të takojmë sërish nesër. Blum, eja këtu. Kjo është vajza ime, Blum. Dhe këta janë zoti Bonner dhe zoti Brown, partnerët e mi të ardhshëm. Përshëndetje. Si jeni? Gëzojmë që u njohëm. Partnerët? Po, duke filluar që nesër do të jemi zyrtarisht partner. Nëna jote do t'jetë bashkëpronare i një sër dyqanesh për lule. Po, mundësia më e mire të gjithë jetës së saj. Ja tek është dhe një tjetër e gjorë që po bie me njëherë në kurthin tonë. Jo, nuk e ka idenë se çfarë po e Sa po të firmoset kontrata, do ta prishim këtë dyqan lulesh dhe do ta bëjmë një supermarket të madh. Jo. Mirë, atëherë, shihemi nesër. Shihemi. Pra, si të duket që nëna jote do të merret me biznes? A ti vendos këto në vitrinë? Po, por pa u nxituar. Zemër, ka ndonjë gjë që s'shkon? Ku i gjeta ata dy tipat? Si gjeta unë, ishin ata që zbuluan dyqanin. Janë dy biznesmen që punojnë për dy firma të mëdha. Më thuaj, çfarë ka? Mami, unë arrit të shikoj aureolat e njerëzve. Ç'do të thuash? S'po të kuptoj. Unë arrit të shikoj si janë njerëzit brenda tyre, ma. Vazhdo. Dhe ata dy tipat, Zoti Brown dhe Zoti Bonner. ata duan të mashtrojnë, mami. Mos i zërbes atyre. Por ata duken si dy njerëz që dinë se çfarë bëjnë. Por është kurth, ata janë vetëm mashtrues. Si që jem e sigurt? Duhet të besosh tek unë dhe aftësitë e mia. Kjo është e gjitha. Vanessa, se kuptoj dot, përse e ndryshuat mendjen? Para një minute ti ishe dakord. Çfarë ka ndodhur? Ne kishim bërë një marrëveshje. S'ka ndodhur asgjë. Thjesht kuptova që jam e lumtur kështu si janë gjërat tani. Të lumt, mami. Të lutem, mendohu edhe sot për ofertën. Do vim sërish nesër për të diskutuar më gjatë. Nuk është e nevojshme, e kam mendjen të mbledhur. Dua ta mbaj biznesin siç e kam. Dëgjoj zonjë, aksidente ndodhin, e kupton ç'dua të them? Tani e kam vendosur. Shumë mirë. Por, siç të thash, Amon në maksimum. sa i parunendshëm që jam. Do të pendohesh, po refuzon një mundësi të mrekullueshme. Miru pafshim, zotërin. Faleminderit, Blum. You will live on in my heart when you return to the skies above. You'll be a part of our secret, and you'll know, yes, you'll know how the dream inside you left its wound, and at the last you find out everything you are. Magical Bloom. Dhe kështu ishte si ndodhi. Blum, e merr të vazon me Leng Në Music. rregull. Shpresoj që ata të dy mos të kthehen më. Po, këtë dëshiroj dhe unë. Por nuk e besoj, ata ishin shumë të vendosur. Blum, shiko. Çfarë të shikoj, çfarë ka? E kanë hapur derën me forcë. Oh, jo! Po sa e tmerrshme. S'më besohet.
Duket sikur ka kaluar një uragan. Ndërsa unë them se e ka bërë zoti Bonner dhe zoti Brown. S'dihet me siguri. Mund të ketë qenë dhe hajdut. Hajdut që nuk kanë marrë parat? Mami ata të dy po përpiqen të friksojnë. Aureolat nuk gënjejnë kurrë dhe ti e di. Duhet të shkojmë në polici. Nuk mund ta lëmë këtë punë në kaq. Po, por s'kam prova që kanë qenë ata. E di, por duhet bërë diçka. S'mund të qëndrojmë duar kryq. Ah, do gjabuzën, ah. Kujdes, babi. Dëgjo, s'kemi pse mërzitemi. Ajo që u bë. Do të instalojmë një alarm në dyqan. Dhe do ta bëjmë nesër që në mëngjes. Po shkoj në shtrat. Natën e mirë, Blum. Po shkoj dhe unë. Natën e mirë, mami. Kam një parandjenjë të çuditshme. Dyqani i mamit. Ka rënë zjarr! Blum, po bërtisje. Gjithçka në rregull? Mos për ndonjë ëndër të keqe? Jo, ishte një vegim, babi. Duhet të shkojmë tek dyqani, diçka po ndodh. There's a feeling in my heart, not a dream, but a real thing. Time alone stands in my way, rushing, running fast as life. With my courage and my foresight, defeat the evil of my enemies. My magic will win. Dhe ju lutem, përpiquni të vini këtu sa më shpejt. Situata është me të vërtet serioze. Oh, si ka mundësi? Mike. Njerëzit e mi do të vinë me njerë, zemër. Mos u mërzit, zjarri do të shuhet shumë shpejt, do ta shikosh. Atëherë mund të jetë shumë vonë. Duhet të veprojmë tani. Blum, jo, janë duke ardhur zjarr fiksit. Nëse nuk e shuaj zjarrin tani, nuk do të mbetet asgjë për të shpëtuar, oba. Duhet të bëj diçka tani. Por ti s'mund të bësh asgjë, zemër. Po, mundem. Unë jam një zan. Në rregull, Blum, por do të vi edhe unë me ty. Dhe kjo barriera do të na mbrojë nga flakët thua? Po, le të shkojmë në mes të dyqanit. Ke frikë vogëlusja ime? Ja. Hej! Që nga një bebe? E qara vjen nga Johan. Mos ki frikë vogëlushe. Tani je në krahët e mi. Më ndihmoni! Blum, dëgjo. Është një burr, atje poshtë, shiko. Babi, e kam parë edhe më parë të burrin. Ai është shoferi i zotit Brown dhe zotit Bonner. Qëndroni qetë, zotri, do t'ju shpëtojmë ne. Faleminderit. Tani mund të shkosh, babi. Merrem unë me gjithçka këtu. Kujdes. Bukur, ja të erdhëm në fund. Punë e mirë, djema. Nuk di si t'ju falenderoj. Ju më shpëtuat jetën. Po çfarë po bëje në dyqan ti?
Zjarrin e ndeza unë, por më pas situata më doli nga duart edhe më zum flakët brenda. Më thuaj, Zoti Bonner dhe Zoti Brown të dërguan ta bëje këtë? Po, ju nuk deshet që të firmoshi kontratën dhe ata deshin që juve të gjithë t'ju jepni një mësim. Por kësaj here nuk ja dolën ban. Jenë të lashe, miku im. Po, por nuk do ta mbaj të gjithë fajin vetë. Do t'ja tregoj policisë të gjithë historinë. Do t'i tregoj se si Browni dhe Bonneri përfitojnë nga njerëzit, si i kërcënojnë njerëzit që t'i marrin dyqanet e tyre për t'i kthyer në biznese më fitimprurse, si supermarkete. Besomni, më bjen keq. E di. Mund të shoh këtë. Kjo është e pabesueshme. Ajo mushkonja që nga bërë e famshme. Përse po e shikon? Është e tmerrshme. Se duroj dot. Me parat që do të marrë nga sigurimet, do ta bëj dyqanin edhe më të madh nga çishte. Dhe do të blejmë alarmin më të mirë që ka në treg. Jam e sigur që do t'ja dalim. Hej, mos u tallni me mua, unë shqetësohem për ju. E di. Po ti Blum nuk e uri fare? Mos haro, se edhe heroin duhet të hanë. Zemër, të shqetëson ndonjë gjë? Po, mami. Më shqetëson diçka. Çfarë është ajo? Kur ra zjarri në dyqan, unë pata disa vizione. Të pash ty, babi, tek po shpëtoje një fëmijë të vogël nga flakët. Çfarë është kjo? Çfarë thash pra? Po, Mike, besoj se është ky momenti t'ja tregojmë. Duhet ta di. Çfarë duhet të di? Të vërtetën, zemër. Ajo bebja që ti pe? Ajo bebja ishe ti, zemër. Para 16 vjetësh, unë të shpëtova nga zjarri. Nga zjarri? Po si përfundova unë në flak? Se kemi iden, por baba ju të gjeti atje. Ishte një mrekulli e vërtet. Dukej sikur flakët largoheshin prej teje. Ishte sikur zjarri të respektonte dhe të mbronte. Ishte e pabesueshme që të gjeta vetën në atë ndërtesë. Dhe Blum ishte mjaft e qetë. Që atëherë ne e kuptuam që ti ishe një fëmijë i veçantë. Po atëherë, kjo do të thotë që unë nuk jam bia juaj? Pra ju më vlerësuat, pse nuk më keni folur kurrë për këtë? Ne do të ta thonim, Blum. Gjithmonë kemi dashur të themi të vërtetën sa po ti të rritesh edhe të kuptoje. Por atëre gjëra ndryshuan, zanat, përbindshat, magjit. Dua të them, çdo gjë mori një rrjedhë të pabesueshme dhe papritur nuk ishim më kohë për asnjë gjë. Ne s'kemi dashur kur të mbajmë sekrete, Blum. Ti ke qenë gjëja më e rëndësishme e jetës tonë. Ti je gjithçka për ne. Blum, ne të kemi dashur që ditën e parë dhe s'do të rreshtim kurrë dashuri. Oh, zemër, ne të duam ty kaq shumë. Edhe unë ju dua dhe për mua do të mbeteni prindrit më të mirë në botë. Muza ka të drejtë. Ajo që ndodhi me ty është gjëja më e bukur në botë, dashur Blum. Birësimi i një fëmije është një veprim i madh ndaj një dashurie të pastër. Kjo mendoj se është tërësisht logjike. Ti je me fat dhe prandaj duhet të buzëqeshësh. E di, Muza, e di. Prindrit e mi janë të shkëlqyer. Atëherë, Blum, çfarë ke ndërmend të bësh tani? E po, kam ndërmend të marr disa përgjigje. Përse nuk më dogjën flakët në fillim? Gjithashtu, cilët janë prindrit e mi të vërtet? Dhe cila jam unë? Je krejtësisht e sigurt që do ta mësosh të gjithë të vërtetën? E po nuk besoj se kam zgjidhje tjetër. Kërkimi yt mund të jetë shumë i gjatë, i vështirë dhe i dhimbshëm. Ti çfarë do të bëja po të ishe në vendin tim? Blum, po ta them këtë për të mirën tënde. Nuk dua që të vuash. Faleminderit, Flora,
por nuk mund të kthehem pas tani. Duhet të zbuloj gjithçka rreth të shkuarës time. Dhe tani më shumë se kur. Dhe do të më kesh edhe mua pas vetes. Pastaj pasioni im është të merrem me punën e të tjerëve. Ti e di, unë vdes për të që theme. Vërtet? Ku do t'i kishe shkuar në mendje? Do të më ndihmoni të gjitha? Sigurisht. Absolutisht po. Po, sigurisht. Të japim fjalën. Fjalën e Wings. Në serinë pasardhëse, Blumi do të mërzitet nga zbulimet e kohëve të fundit. Ajo do të ketë nevojë për ndihmën e Brendonit për të gjetur librin e saj të fatit në një mision të fshetë në kështjell. Riven, i cili është në anën e Triksave, i tregon Darcyt planet e Blumit. Çfarë do të bëjnë Wingsat dhe çfarë do të bëhet me Myrtën? We're